Edhe për ne është provokuese edhe kjo datën që ajo ka zgjedhur me qenë në Kosovë. Kjo gjykatë trajton vetëm luftëtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, është e njanshme, është një etnike, e prandaj për ne është e papranueshme. Nuk ka mundësi më marrë në barrimin e babës tij apo të vllait tim ja hull një grush dhej. Është e papranueshme për neve marrë sot kryetarja e dhomës specializuar gjykatës speciale me na tregu diçka që po vakine veç e dim. Se qysh po vazhdon ai proces atje. E kohën në cilën ajo ka gjetë më ardh, ju dini është kohë e përkujtimit shumë masakra që kanë ndodhur në vendin tonë, e shumë bashkëluftarëve dëshmorë që i kemi sot. Edhe për ne është provokuese, edhe kjo datën që ajo ka zgjedhur me qenë në Kosovë, me na informu për diçka ka qenë krejt e panevojshme, po ashtu ndoshta kjo zonja ka qenë mirë që vjen atë intervistën e vet informuese që ka ta jap në prani qytetarëve, në prani të mediave, në prani tonën. Ndoshta edhe ne si veteran kemi pas disa pyetje për zonën Trandafil Filova. Këtë informat kishim mujtë me marrë edhe në forma tjera. Jo që ne kemi diçka kundër zonës në fjalë, por ne mendojmë që kjo gjykatë trajton vetëm luftëtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, është e njanshme, është një etnike, e prandaj për ne është e papranueshme qysh nga themelimi kjo gjykatë, po ashtu edhe sot tendenca që me provu më na thon diçka se çfarë po ndodh atje, e në fakt jemi ty pa sepse ne kemi kontakt me familjarët e të akuzuarve që kemi atje bashkëluftarët tonë, është diçka pa pranueshme për ne. Është që mirë me na tregu neve si po mbahen atje në qendrën e parapërkimit bashkëluftarët tonë, a mos po i mohohen të drejtat, sepse ne jemi ty pa që po i mohohen të drejtat e bashkëluftarëve tonë. Sot bashkëluftarët jonë që është i akuzuar mbi bazën e disa dëshmive të prodhuara, të fabrikuara nga prokuria serbe në këtë rast, mbi varrin e tij, për shkak për disa arsye që për ne janë pa kuptim.